Krishtë, falenderojmë Perëndin, motra dhe vëllezër dhe njerë, që jemi midis jush. Falenderoj Zotin për ju dhe të gjithë që qëndrojni dhe do të qëndrojmë, sepse koha është afër, ardhja e Zotit shpejton dhe do të përgatitemi të gjithë që të takojmë Zotin tonë, sepse për këtë Zoti na ka ftuar gjithëve që të trashëgojmë jetën e përjetshme, të jemi pjesë e mbretërisë qellore, të jetojmë atë në përjetësi. Për këtë na ka ftuar Zoti, për këtë na ka marrë afër Tij. Të gjithë kemi marrë ftesën, Aleluja, që të jetojmë me Zotin në përjetësi, sepse të gjithë do jetojnë njerëz. Të gjithë. Zoti ka krijuar që të jetojnë në përjetësi. Për këtë dërgoi Jezus Krishti këtu në tokë. Që njerëzit shpëtohen nëpërmjet Tij. Në thotë fjala e Zotit të deshi ai shumë Perëndia botën sa dërgoi birin e Tij vetëm lindur. Që kushdo që beson atë të mos u mbas për të ketë jetë përjetshme. E falenderojmë dhe lavdërojmë Zotin tonë. Aleluja. Atë që do të thoshem para se të lexoj diçka nga fjala e Zotit, të lutemi, sepse besojmë që Zoti ka hapur një derë. Sigurisht që ne jemi mbledhur gjithmonë në mollas, lavdërojmë Zotin, e kemi falendëruar, por jo aq sa duhet, besoj unë, edhe besoj që ka ardhur ora të të marrim një sallë, të dalim jashtë shtëpisë, për gati mbi 20 e ca vjet, gjithmonë jemi mbledhur në shtëpinë tonë, por besoj që ka ardhur ora që të dalim dhe të lavdërojmë Zotin, sepse besoj që Zoti ka dhe delet të tjera, që do t'i mbledhin dhe ato, sepse kështu të fjala e Tij. Unë kam dhe delet të tjera, do t'i mbledh ato që t'jeni tufë. Aleluja, sepse bariu jonë është Zoti. Ne jemi delet e Tij, delet e kopes Tij. Jemi kopeja e Zotit tonë Jezus Krisht, që na ka blerë gjithë me të njëjtin çmim, edhe do blen akoma. Ai një delet. Neve shikojmë pamjen e jashtme, themi ky do besoj, ky nuk do besoj. Ky është fis kështu, ky është fis ashtu. Por Zoti i njeh kombet, fiset, gjuhët, të gjithë njerëzit, kudo që janë. Dhe besojmë në emrin e Zotit Jezus Krisht, që Zoti atë vepër që ka nisur do ta përfundojë. Sepse siç thotë vllai, ditët janë fundit, të mbrapshta, dhe duhet të shpëtojmë, të flasim njerëzve, të dëgjojmë lajmin e mirë për të erdhi Zoti jon Jezus Krisht, dhe për këtë na ka dhënë dhe neve urdhrim që të shkojmë dhe të bëjmë bishekun nga gjithë kombet, duke i pagzuar në emër të Atit, të Birit dhe të Frymës së Shenjtë, dhe duke i mësuar të zbatojnë urdhrimet e Zotit tonë. Jo urdhrimet e tona, por urdhrimet e Zotit tonë Jezus Krisht. Aleluja. Prandaj lutemi gjithë bashku që atë vepër që ka nisur Zoti ta përfundojë. Besojmë që është nga Zoti. Dhe shpresojmë, sepse unë kisha dhe vite faktikisht që pa ta folur për atë sallë atje, por prisim, sepse nuk e dinim, nuk do të bëjmë diçka të mërzitur, do gjithçka të jetë nga Zoti. Dhe shpresojmë dhe besojmë në emrin e Zotit tonë Jezus Krishtit, Zoti na i dha, para një javë gati ka marrë qelçat, sigurisht që kanë ndërmjetësuar dhe vlla Striti, për ata që e njohin, besoj që gjithë e njohin, është vllai im, por dhe vlla jon. Edhe besojmë dhe siç thash edhe një herë, që është vepra e Zotit, është dora e Zotit. Aleluja. Falenderojmë dhe lavdërojmë Zotin tonë, vetëm të lutemi dhe na keni lutje, edhe na kemi lutje që për ta përfundojmë sa më shpejt. Sigurisht që vlla Striti nxitohet, por nuk do të them këtë, gjithë duhet nxitohen faktikisht, sepse kjo është vepra e Zotit. Thot ata që nga koha jon pagzorit, edhe mbretëria e qiellit nxiton. Por ata që nxitojnë do të futen mbretërinë e qiellit. Por nuk e di ma do arrim që
bëjmë dhe inaugurimin e kishës deri në mars kur vinë vëllezërit nga Greqia. Por te nuk jam i sigurt. Por të lëm Zotin përpara dhe besojmë që Zoti do na udhëheqë. Aleluja. Lavdim në Zotin tonë Jezus Krisht. Aleluja. Do të lexoj disa vargje tek letra e para e Apostullit Gjon, nga kapitulli 4, vargu 7. Dhe nuk do marrë shumë kohë tjetër, vetëm se do lexoj, sepse dita e diel, dita kombariu të kishës, kapitulli 4, vargu 7. Shumë të dashur, le ta duam njëri tjetrin, sepse dashuria është nga Perëndia. Edhe kushdo që do ka lindur nga Perëndia dhe njeh Perëndin. Ai që nuk ka dashuri, nuk e ka njohur Perëndin, sepse Perëndia është dashuri. Në këtë është shfaqur dashuria e Perëndisë ndaj nesh, se Perëndia dërgoi birin e tij të vetëm lindur në botë, që ne të rrojmë nëpërmjet tij. Në këtë është shfaqur dashuria, jo se ne kemi dashur Perëndin, por që ai na ka dashur dhe dërgoi birin e tij për shlyerjen e mëkateve tona. Shumë të dashur, në qoftë se Perëndia na ka dashur në këtë mënyrë, edhe ne do ta duam njëri tjetrin. Askush se ka parë ndonjëherë Perëndin, po ta duam njëri tjetrin, Perëndia qëndron në ne dhe dashuria e tij është e përshtatshme në ne. Nga kjo ne njohim se qëndrojmë në to dhe ai në ne, sepse ai na ka dhënë nga fryma e tij. Dhe ne pam dhe dëshmojmë se Ati e dërgoi birin për të qenë shpëtimtari i botës. Ai që rrëfen se Jezusi është biri i Perëndisë, Perëndia qëndron në to dhe ai në Perëndin. Dhe ne njohim dhe besuam dashurinë që Perëndia ka për ne. Perëndia është dashuri dhe ai që qëndron në dashuri qëndron në Perëndin dhe Perëndia në to. Në këtë dashuria u përsos dhe ne që kemi guxim në ditë që të kemi guxim në ditën e gjykimit, sepse sikurse është ai, po kështu jemi edhe ne në këtë botë. Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri. Ne e duam atë sepse ai na deshi i pari. Po të thotë dikush, unë e dua Perëndin dhe urren vëllan e vet, është gënjeshtar, sepse ai që nuk do vëllan e vet, të cilën e sheh, si mund të dojë Perëndin që nuk e sheh. Dhe ky është urdhërimi që kemi marrë nga ai. Ai që do Perëndin të dojë edhe vëllan e vet. Amin. Lavdi Zotit tonë. Besojmë që nuk kemi çfarë të thojmë në fjalën e Perëndisë. Unë për veten time them po dhe amin. Ta dom njëri tjetrin, sepse dashuria nuk na bën keq. Nuk i bën keq asnjë. Perëndia na deshi ne kur ishim armiqtë e tij. Kur ishim në pavësitë tona, në mëkatin tonë, na deshi dhe dha veten e tij si çmim për ne. Lavdi Zotit. Dhe të gjithë jemi fryt i tij, fryt i dhimbjes tij, i shpirtit të tij. E falenderojmë Zotin. Zoti na bekoj, qëndrojmë në dashurinë e Perëndisë, sot fjala e Zotit thotë që Perëndia është dashuri. Edhe ne jemi bitë e tij. Jemi bitë e tij dhe duhet t'i ngjajmë atij që na ka lindur. Na pëlqen, e kam thënë dhe herë tjera, që fëmijët na ngjajnë, na imitojnë. Mendoni se sa shumë do Zoti jon Jezus Krisht, si bitë e tij që jemi, t'i ngjajmë atij dhe të imitojmë atë. Amin. Zoti na bekoj.